Në shkollën e mesme Zeflush Marku, muzika klasike u bë frymëzim për një mbrëmje të veçantë artistike. Nën kujdesin dhe iniciativën e profesoreshës Shpresa Grubi Ajdini, u organizua një koncert ku interpretuan nxënësit e kësaj shkolle, të cilët njëkohësisht kanë qenë edhe pjesë e shkollës së ulët të muzikës. Të pranishmit patën rastin të dëgjojnë pjesë të zgjedhura të muzikës klasike në piano dhe violinë, ndërsa disa nga nxënësit para interpretimit të tyre ndanë edhe historitë dhe rëndësinë e veprave që sollën në skenë. Një aktivitet i mbushur me emocione dhe pasion që synon të motivojë të rinjt të mos ndalojnë kurrë ndjekur i ëndrat e tyre artistike. Ishte një kënaqësi shumë e madhe për prezencën e juaj, ju falenderoj përzemërsisht. Ideja ishte do thotë kishim iniciativë edhe një grup të nxënësve, po ashtu edhe nga unë që të realizojmë një projekt lidhur me aktivitetin e muzikës. Ishte e bukur sepse t'i nxjis nxënësit të shkollës muzikës që kanë qenë, do thotë, 7-8 vite me radhë, dhe ishte e bukur që pse jo të ripërtrin edhe të shohin prindërit, kolegtemi, dashamirët e muzikës, të shohin se sa me mund kanë qenë ata nxënës dhe duke krijuar veprat e tyre, interpretuar veprat e shumë kompozitorëve shumë të njohur, dhe thash pse jo, mos të realizohet edhe një program ose një projekt lidhur në gjimnazin Zeflush Marku, që duhet të falenderoj edhe drejtorin që më dha këtë përkrahje të sinqertë. Dhe këta nxënës kanë bërë një pushim një vjetor, sepse janë viti parë tani, dhe këta nxënës na kanë interpretuar me shumë pasion, sepse muzika klasike po ashtu është një botë në veti, ku shumë është e vështirë që ta kuptojmë një grup të njerëzve, sepse këtu duhet një mund i madh, një ushtrime, dhe këta nxënës edhe që është fundi i vitit, këta me pasion shumë të madh, këto javët e fundit do thotë bërën ripërtrin do thotë veprat e tyre ku ata kanë pas kohë edhe të dalin do thotë zbavitën jashtë, por ata u mbyllën brenda që të ushtrojnë, edhe që është një kënaqësi shumë e madhe sepse është një punë shumë e rëndë dhe duhet një koncentrim shumë të madh, ku deshta t'ju falenderoj posaçërisht prindve që ju kanë dhënë përkrahje brenda atyre viteve që kanë qenë në shkollë të muzikës, po pse edhe nxënësve tanë që kanë dhënë një kontribut shumë të madh dhe që më e bukur është e kanë kuptuar botën e muzikës klasike. Gjatë interpretimit të sonte pam edhe interpretime të ndryshme me piano edhe me violinë. Ata përcollën mesazhe të ndryshme nëpërmjet interpretimit të tyre. Si ishte ky bashkëpunim, si ishte kjo ide që pikërisht këto vepra nëpërmjet interpretimit edhe histori të ndryshme të interpretohen. Ashtu. Do thotë këta nxënës do thotë interpretuan do thotë 3 kompozitorë shumë të njohur që sapo i keni dëgjuar në piano, po ashtu edhe kemi në violinë një interpretim shumë të bukur që po ashtu edhe e keni shijuar. Qëllimi ishte jonë do thotë që përveç interpretimit edhe një grup tjetër të nxënësve e bënën prezantimin për në atë vepër, shembull për Beethovenin që kanë pasur, ta interpretojnë veprën e Beethovenit, ndërsa një grup tjetër lidhur me historinë na tregon për veprën, sepse është me të vërtetë e bukur që të dihet edhe kjo botë e muzikës klasike, se për çka flitet në atë vepër, do thotë kompozitori na ka treguar se çfarë ndjenje ka pasur që e ka kompozuar, dhe është e bukur se nxënësit tonë do thotë kanë kërkuar, kanë u lumtuar lidhur me atë vepër dhe na kanë prezantuar, do thotë sot që na prezantuar me shumë kënaqësi për kompozitorin, po ashtu edhe nxënësit që kanë interpretuar në instrument. Po ideja e mirënjohjeve, si ishte se edhe në atë mënyrë i inkurajoni nxënësit, tregoni se i vlerësoni, vlerësohet puna, vlerësohet mundi i tyre, dhe ndoshta ajo është një shtytje, një shtyllë bazë për të vazhduar ata edhe më tej që përpos angazhimeve të shumta siç e përmendet edhe pak më herët që kanë argëtime sepse janë në moshë mjaft delikate, ata përsëri ta kenë muzikën këtu, mos ta lejnë anësh dhe mos të dorëzohen nga ajo dëshirë edhe nga ai pasion që e kanë pasur vite me radhë. Ashtu. Do thotë kjo është një falënderim i veçantë drejtorit zotrin Arbenit,
ku të t'jargoj të drejtën, unë nuk e kisha as pak fare ide që t'ju jap do një shpërblim dhe drejtori ma dha këtë mundësi, tha shpresa të lutëm, sepse është një kënaqësi shumë e madhe, ne prej shkollës muzikës, në shkollën e ulët të muzikës do të që kanë qenë, pse mos t'i japim edhe ne përveç projektit, mos t'i japim edhe ne si drejtori, si shkollë, një kuraj, një vullnet, që ma tutje nuk dihet, këta nxënës mundet edhe ma tutje, edhe që nuk janë në shkollë të muzikës, ta vazhdojnë edhe të interpretojnë edhe të ushtrojnë ende lidhur me këtë instrument. A e shifni të interesimin e të rinjve tani të jetë më i zhvilluar se më herët për lidhje me muzikë, pasi që më herët kam qenë 2-3 nxënës në gjeneratën time të gjithë që janë marrë me muzikë, ndërsa tani më duke se nuk ka shtëpi nga një fëmijë i cili nuk ushtron një instrument, nuk merret me këtë botë kaq të bukur siç është bota e artit dhe e kulturës. Do thotë, para shumë viteve, do thotë me një grup të kolegëve të mi kemi hapur edhe shkollën e ulët të muzikës, kur edhe sot është ekziston. Po ashtu dhe shkollën e mesme të muzikës, kemi bërë çmos, sepse ne që kemi qenë në gjuhën maqedonese, kemi pas shumë vështirësi, edhe që kultura dhe muzika nuk dallon në fejnë në kom, por prapë se prapë ne kemi pas disa vështirësi, dhe besoj që do të kemi ende edhe më shumë nxënës të interesuar, sepse me të vërtetë është një degë që kërkon durim, sepse në qoftë se interpreton me ndonjë instrument i duhesh së paku 4-5 orë të mbyllësh në dhomë dhe të mbrish ndonjë sukses që të mbajsh ndonjë koncert dhe ashtu me radhë. Nata e sotme, a do jetë një shtysë që edhe në vitin e ardhshëm ta kemi një organizim të tillë dhe pse jo kjo të bëhet një organizim i cili do ketë traditë të vetën dhe do dihet se nxënësit që nga fillimi i vitit vetë të hulumtojnë dhe vetë janë ata të cilët do merren me këtë interesim kaq të madh drejt kësaj mbrëmje dhe të japin idetë inovative të tyre. Të thon profesoresh, duam me këtë vepër të performojmë, kemi marrë këtë informacion, të jetë si një sfidë për ta. Shumë e bukur këtë që tha, sepse këtë e bisedova me disa kolegë, duke më pyetur se çka do të bësh mbas kësaj, dhe duke i parë nxënësit dhe duke biseduar, e shoh interesimin që dojnë edhe ma tutje diçka të bëhet ndonjë projekt, por ajo do të jetë një surprizë, sepse do të kemi edhe diçka tjetër lidhur me vepra të ndryshme, me kohra të ndryshme, pse jo, dhe besoj që prej shtatorit do të, sepse tani është fundi vitit dhe ku dhe nxënësit me të vërtet janë të angazhuar me notat, ku e dim të gjithë duhet të jenë të përgatitur në gjitha lëndët, dhe këta nxënës ishin me të vërtet me entuziazëm, me dëshirë, me vullnet, pse jo mos ta mbajmë këtë koncert, dhe besoj, kur fillon shtatori viti ri shkollor, besojmë se do të ju befasojmë edhe me ndonjë projekt tjetër. Atëherë me padurime presim befasinë e radhës nga ju. Besoj dhe të faleminderit shumë për pjesëmarrjen që erdhët dhe na jepni shumë rëndësi nxënësve, se është me të vërtetë është një kënaqësi që t'ju japim kuraje, t'ju japim një stimul nxënësve të gjeneratave tjera që ndoshta do të na vinë prap. Besoj që ata do të vazhdojnë në shkollë të muzikës, por do të kenë arsye të tyre të arsyeshme pse nuk e kanë vazhduar. Në qoftë se na vinë këndej, do thotë ne i mirëpresim me duar të hapura. Nuk do të harrojnë edhe ata që kanë mbaruar shkollën e ulët të muzikës, do ta vazhdojnë edhe këtu me një farë mënyre tjetër pak më relaks. Ludwig van Beethoven lindi më 17 vjetor të vitit 1770 në Bonn të Gjermanisë. Mësimet e para i mori nga babai dhe i filloi në moshë shumë të hershme, dhe gjithashtu talenti i tij u bëre shumë shpejt dhe u zhvillua në mënyrë të jashtëzakonshme. Vepra e Lis u kompozua më 1810, por u botua pas vdekjes së Beethovenit në vitin 1867. Siç e dim, Frederic Chopin ishte njëri ndër kompozitorët më të njohur sa i përket periudhës së romantizmit, sa i përket jetës personale të tij. Ai lindi më datën 1 mars të vitit 1810 në kryeqytetin polak
të Varshavës. Jati ishte francez, ndërsa jama nga e cila po ashtu i mori edhe mësimet e para për piano ishte polake. Sa i përket Mozartit, ai lindi në Salzburg të Austrisë, që në fëmijëri ai kishte talent të madh për muzikë. Ai lindi në një familje muzikantësh, ku babai i tij ishte kompozitor, si dhe dirigjent, dhe motra e tij gjithashtu merrej me muzikë. Për këtë arsye, Mozarti që në moshë të hershme filloi të merrej me muzikë. Në një vend të bukur, me lumenj të kthjellë dhe male të larta si kulla krenare, në qytetin e Gjakovës, lindi dikur më 18 mars të vitit 1923, një djalë me sy të qetë e zemër të ndjeshme, të cilit i vun emri Recep. Qysh i vogël, ai dëgjonte këngët që sillte era nga malet, vallet që kërcenin barim në lëndina dhe zërin e lahutit që këndonte për trimat e lashtë. Koncerti i mbajtur në ambientet e shkollës Zeflush Marku mirëprit ngrosisht nga prindërit, profesorët dhe drejtuesit e shkollës, të cilët vlerësuan punën dhe talentin e nxënësve. Në fund të aktivitetit, drejtori i shkollës ndau mirënjohje për pjesëmarrësit, duke inkurajuar kështu zhvillimin artistik dhe kulturor të rinjëve. Një mbrëmje që dëshmoi se muzika është gjuhë e shpirtit dhe se pasioni për artin ka nevojë vetëm për pak mbështetje për të lulezuar.